Vetëm 20 metra në vijë ajrore nga vendi ku për çdo ditë mijëra qytetar luten për më Nuk më rejnë as për ngronë, as për hapa, as kontrola që kënë shkup që e cocën tjetër që e bë për të murit, as për vetët shkuj, se nuk më rejnë. Prej kur është vajza në këtë gjendje? Vajza që 2 muaj është. Ajo tjetra, a kjo në është që 5-6 vjetë, që kështë komet. Po një këtë shkupit thonë që ka, ta që është jashtë shtetit thonë ka, dhe shpëjnë ke kreja damarin edhe i vinë thot goja, edhe vinë. Ashtë që i thonë ata une, ne. Mondët të në të vdeshë tu e prej, ata e Allah e din, a mund që ashtu më kanë thonë ata. Shërimi i mjaftimës mund të jetë vetëm në shtetet e jashtme, por një operacion i kësaj mund të kushtojë mbi 50.000 euro. Ai nuk është në gjendje që të punojë, pasi që vetë ka 5 ndërhyrje në zemër. Ai nuk punon dhe nga shteti merr ndihmë financiare vetëm 2.000 denar, që nuk i dalin as për barnat e veta dhe të vajzës së tij. Ma pak një 50.000 euro, më thoshin ata që më kanë thonë. Mundët e në ma shumë, mundët e në ma pak, se sun rejë, që se u rejë, ju be rejë Allahin atë. Po une nuk kam mundësi, t'kem mundësi nuk e lishën një tashtë e kaqë, po ma më teki njani kështë dilë të në televizi, mund të të një mujnë tha poplë. E që si erdhët ju faleminderit, si e shef një vetë që ja. Që të mdimojnë popli, dhe një pare, dhe një ngronë, e në ma shumë të ndimojshin për qëkitë. Barëm ma shkoj me sejtë qelë, se gjina tjesë. E ta shëndoshim dhe këtë. Të rënd financiare, por shërimi i mjaftimës do të ishte dëshira më e madhe e kësaj familje, e cila tani për tani është duke jetuar me vullnetin e mirë të njerëzve human. Ndihmat për këtë familje mund t'i dhuroni në lagjën Mllaki në Gosivar, në shtëpinë me numër 29, apo në xhirollogarin me numër 300 12 70 75 60 65 39, në bankën komerciale, apo në numrin e celularit 070 558 221.